Kryeministri Edi Rama ka komentuar projektin për jetëzimin e bulevardit Epidam në Durrës që përfshin restaurimin e monumenteve historike si amfiteatri romak dhe termat romake. Me synimin sipas Ramës për të shndruar qytetin në një destinacion turistik ndërkombëtar dhe për t'i dhënë statusin në UNESCO. Ai theksoi se ligji për trashëgimin kulturore detyron shtetin të ndërhyjë kundër degradimit në zonat e trashëgimisë kulturore. Rama nënvizoi se banorët do të shpronësohen. Objektivi për hyrjen e kësaj zone në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO se çon këtë projekt përtej dimensionit kombëtar, bën një detyrim ndërkombëtar. Ky projekt nuk ka lindur sot, as ka marrë formë në errësirë, por është mbështetur me një program të kahershëm të kësaj qeverie për atë zonë, si dhe mbi një plan menaxhimit integruar hartuar nga Ministria e Kulturës dhe hedhur në konsultim publik qysh në vitin 2022. Ligji për trashëgiminë kulturore e detyron shtetin të ndërhyjë kundër degradimit apo ndërtimeve informale në zonat e trashëgimisë kulturore. Pikërisht këtë ne po bëjmë. Historia ndërkombëtare tregon se asnjë vend nuk ka zbuluar, nuk ka konservuar dhe nxjerrën pa trashëgimi të këtyre përbasave pa ndërmarrë shpronësime. Në Rom, mira prona e shpronësuar për hapjen e forumeve imperiale. Në Athinë u realizuan shpronësime masive për zonën përreth Akropolit dhe krijimin e parkut arkeologjik. Ne do të bëjmë pikërisht këtë me ndjeshmëri dhe me drejtësi ndaj banorëve, po me vendosmëri ndaj interesit kombëtar. Po ashtu ka komentuar progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian duke lexuar raportin e Parlamentit Evropian si një vlerësim për hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave. Ai theksoi se vendi po ecën me ritme të shpejta drejt qëllimit për mbylljen e negociatave deri në 2027. Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin ton është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve. Gjë që përbën një rekord në historinë e integrimit evropiane dhe në ndërkohë theksohet ritmi i shpejtë dhe domethënës në procesin e negociatave me nënvizimin rreth ambicjes sonë që negociatat të mbyllen brenda vitit 2027, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e së drejtës, reformën socioekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Në fushën e sigurisë, Rama njoftoi një rritje të pagave për efektivet e policisë së shtetit, veçanërisht për ata që shërbejnë në vijin e parë të përballjes me rrezikun. Rreth 720 efektiv të policisë së shtetit, ata që shërbejnë në vijin e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritjet më tejshme pagë. Forcat Renea, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të mbështeten ende më shumë për punën sfiduese dhe vyer që bëjnë në shërbim të komuniteteve, në shërbim të atdheut tonë përbashkët. Një inspektor në Renea do të paguhet tani më afro 1.600 euro, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Për forca operacionale, paga një inspektori do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar mes 1.600 dhe 1.700 eurove. Bashkë me investime serioze në teknologji, trajnim dhe pajisje, kjo rritje është një pjesë tjetër e qasjes konstante për forcimin e rendit dhe vendosjen e një raporti sa më drejt mes kërkesës për rezultate dhe vlerësimit sa më të përshtatshëm të këtyre rezultateve. Ky hap tha Rama ka si qëllim përforcimin e rendit dhe sigurisë në vend duke investuar gjithashtu në trajnime dhe pajisje moderne për forcat e rendit.